bëjmë rally, po kjo është rruga e vjetër e Ndroshit, rruga Tiranë-Durrës, që nëse është sigur si ato që bëjnë rally makinat në ashtu. Nga Tirana në Durrës e anasjelltash është cop, në me një segment kanë fillu me punu gjas me para zgjedhjeve sa për të hedhë njësyve për t'i marrë votat kësaj zone këtej. Bonja 2 kilometrat janë hyrje Tiranës. Doli e promovojnë 3-4 herë Rama me Ballukun. Edhe rruga është cop. Tani pse e bëjnë këtë? Kur ta marrojnë, po duket që do mundohen ta marrojnë atë rrugën e autostradën. Edhe do ta bëjnë me pagesë dhe e japin ai oligarku që të kri lek atje. Edhe e lën dhe këtë cop që mos t'ikin njerëzit nga atje të kalojnë këtej, se të dyja me pagesë nuk i bëjnë dot direkt. Edhe e lën këto kështu për të marrë para, për të gri para atje. Po marrojnë as atë, po qëllimi ky është. Ja këta që kanë marrë rrugët, Rama me Ballukun. Pse ta lëshojmë Ballukun ai? Kullalla është që ta lëshojmë, ja? Si është rruga, cop, shifë me gropa, me ullje ngritje, copa, ja. Shifën e vetë, shifë. Stiku të shmangësh makinën tjetër se po është copa.